Shekhu Themin, rahimullah, çdo herë neve na bjen dobi të mëdhaja. Jihadun, çka është jihad? وهو الجهاد وبذل الجهد والطاقة في قتال الأعداء. فقلنا بذل الجهد لإلى كلمة الله. Fjala jihad në përgjithësi, çka është për qëllim? Fjala jihad. Bذل الجهد, angazhimi për me ngrit fjalën e Allahut azza wa jall. Kjo jihad në Islam. Por këtu liyashmal al-jihad bil qital, tu përfshihet jihadi me luftë dhe jihadi me dituri. Jihadi me luftë dhe jihadi me dituri. Por këtu duhet kihet kujdes. Nëse pyetsi është ka të pyet për jihadin me luftë, rregullat e jihadit me luftë, pastaj hoxha i kalon jihadin me dituri, kjo është mashtrim. Sepse ne kemi këtë problematikë me predikues trojt shqiptar. Ne kemi shumë probleme këtë për çështje. Zakonisht në media kur dalin nuk ekziston, subhanallah. E dini, rafidat e akuzojnë ehli sunetin, Allah i na ruajtë, akuzojnë Aishën radiallahu me kurvri. I ka sprovua Allahu rafidat, ata kanë një lloj martesës që ne e konsiderojmë kurvri ato. Jo e konsiderojmë, po është. Pra, zawajul mut'a. Zawaj mut'a, bëni marrëveshje për 2 javë, martohesh. 1 muaj, martohesh. Kështu e kanë shijat rafidi. Kjo është martesa tyne. Kjo është kurvri. I ka dënuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe themi për hizbit, ikhwan, këta hizbit trojt shqiptarë, që na kanë akuzu ne që mohojmë gjihadin. Na kanë akuzu ne me dekada, do të thonë në vitet e fundit, në vitin e fundit kanë kaluar akuza tjera. Pra, por tema kryesore që i kanë mashtru të rit pas lufte në atë periudhën, do të thonë, që ka qenë një farloj zeli që me u kap pas sunetit, këtu i kanë shkput shumë të rit duke na akuzu se këta e mohojnë gjihadin. Realisht ne vetëm ju kem bardh fjalët e imamëve të sunetit, Imam al-Albanit, Ibn Uthayminit, al-Fawzan, al-Luhidan, Ibn Bazit. Jo kemi qartësu se vetvrasjet, Al-Qaida, gjitha këtu nuk janë gjihad. Asnjëherë ne s'kem folë për te kësaj, por akuza atyre ka qenë kryesor në e mohojnë gjihadin. Dhe tani ata, subhanallah, realisht e mohojnë gjihadin kur dalin media. Sikur ky Kalaja, Goga, kur dalin media, ti e akuzon veten habitësh. A janë marrë këta njerëz që kanë marrë, disa prej tyre kanë diploma në universitet të Medinës. Kanë marrë domethënë edhe doktoratura disa prej tyre. Dhe kur përplasen me opinion, domethënë, kur të shpytje gjihadi, e mohojnë gjihadin. E mohojnë gjihadin dhe kalojnë, e mohojnë një mënyrë, jo kur ti pyetsh në detale dhe tulesh dhe bisedosh, ata nuk e mohojnë gjihadin. Por e mohojnë atë kuptimin përballë publikit. E bëjnë devijojnë temën. Ktu është qëllimi. Kalojnë te gjihadi, thonë gjihad është për qëllim dituria, është për qëllim kjo, është për qëllim këta. Domethënë, ata me këtë argument mund të argumentojnë se gjihad është, që ka përgjigj pejgamberi alayhis salatu wassalam, gjihadi i grave është haxhi. Pra, mashtrimi mi u bën njerëzve mund të jetë shumë i lehtë. Mashtrimi, sikur ai kur e pyesin, ai don Allahu ateistët, ai mashtron, thotë Allahu i don ateistët se mos me padash si ke shkriu. Pra e bën devijim.